femrës. Shani të arsyeshme bashkëjetesën? Po sigurisht. Punorzimi është një akt juridik të cilit vetëm nënshkruhet, letër të cilat nuk ka vlerë dhe nuk ka siguria një dashuries. Pa gjithë është femna këtu fajtore. Ka të pyetni një shqiptar kush është fajtore, gjithë një e gjojnë një bishta se i femne. Nëse femna kërkon ndryshim, nëse femna lyp të jetë drejtën e vetë, nuk do të thotë që e ka bishtin. Si ishini martesa sot? Sidomos nga e femnave, po më intereson mendimet. Si mendoni, tash varet si është e përgatitur femna për një martesë dhe të qenë në anë. Se nëse ngutet edhe banka bime sigurisht, pa pjekuria e bën ato të vetën, po besoj që vajzat, posaçërisht të kenë nanë, është një përgjegjësi e madhe, edhe të bashkëjetosh është një fjalë shumë e madhe. Është bashkëjetesë për bashkët, pra të keni tolerancë edhe ndaj burrit edhe burri ndaj femrës. Shani të arsyeshme bashkëjetesën? Po sigurisht. Se unë e them, kunorzimi është një akt juridik të cilit vetëm nënshkruhet, por letër të cilat nuk ka vlerë dhe nuk ka siguria një dashuries të cilat e keni, por të dilni edhe të bashkëjetoni një kohë dhe atëherë shihni kunorzimin të fundit, një kunorzimit të dashurisë të përfundit. Edhe një pyetje për fund, divorcet me të shumta që po ndodhin, kanë e fajson ju më shumë? Po kanë njerë për thëmë për prindrit. Ne të pleqt unë e thash për para që jena një familje patriarhale edhe kena qef të përzijemi në qiftin e ri. Unë shpesher thëmë shkoni edhe ujiteni atë lule, nëse është drandofili sot i mjellur, ujiteni me dashuri, a mos e shkatroni, mos i qitni shumë helm në familjet të cilat janë. Në fund të fundit ata janë zgjedhë njëri me tjetrit. Përndryshe ishin martue qifti i ri me një plak, ose unë isha martu në pleqëri. Por doket që duhet t'i njen se ka ndryshime, t'i përkrahim, se neve nuk na kanë përkrahë, vetëm na kanë shtypur, por t'i përkrahim edhe t'ja u bojmë shumë lehtë jetën e të përbashkët. Juve që nuk ju kanë përkrahë atë kohë, a ka ndodhur që kur ka pas ndarje, ka qenë fajtor vetë femna, vetë gruaja? Pa gjithë është femna këtu fajtore. Ka të pyetni një shqiptar kush është fajtore, gjithë një e gjojnë një bishta se i femne, por s'do me thonë, nëse femna kërkon ndryshim, nëse femna lyp të jetë drejtën e vetë, nuk do të thotë që e ka bishtin. A kuptoni, por mendoj që duhet të ndryshojmë mendimet e veta dhe e para njoft është ajo bla. Një femne të cilat e dim na kush është ajo, por nuk e din. Unë me disponim nuk jam kurrë, mirë, po pas një rast tron para 5 vite tash që jam vrat djali, më kam 20 vjet. Tash s'ka kush që ma hek prej këtu vit. Si e mora vesh në ora 6 mëngjesit, tha prit pak, po shkam kap tash. Tha bënë i fort, tha se djali tu kam hek. Dhe më shku kum kap shotën për krahi, edhe kum ulja kum qit një karrit. Atëherë më ka bë tha çka u. Tash djali na ka vdek. Si po kalon sot? Ty shi me disponim? Unë me disponim nuk jam kurrë, mirë, kanë jam. Pse si me disponimi? Pse qashtu e kam. Apo na tregon vetë çka po të mu shqetëson? Pse si? Apo se çka po të mungon? Së mungon kështu kur gjanë, nuk që mungon diçka. Pse pra si me disponimi? Më pos një rast tron para 5 vite tash që jam vrat. Qa jam masishe. Çka të ka ndodhur para 5 vite? Djali më kam 20 vjet. Tash s'ka kush që ma hek prej këtu vit. Çka fet? Prej autobusit ka pasra. Ka aksident apo? Ka pas me bon ndrim telefona. Do me thonë, kjo o ko të shku për Tiranë, kjo tjetëri o ko të shku për Prishtinë, edhe jenë taku për mi ullë, për mi ullë nuk u gjamë nëllë këllqysh, këta e kanë nëllë autobusin edhe ka pas me ndru telefonat edhe listën e votarve, me marë, djali jam, edhe ka ra, do me thonë, ka këcy nure. E që ka pa natën që ka është aty, dhe ka ra poshtë 5-6 metra, ku dijune, që sa konfermat. Si e more vesh lajmin të?
që e mora vesh në ora 6 mëngjesit, kanë ardhur policia, një djalë i migjës avaj ka vdek, edhe është ardhur dhe djalë i migjës, më ka bozon, në dritarë më ka gjumë një guri, të vogël, im qu, e kom, po ma banë, tha hajde kom. Se nuk u dzeke me folë, se edhe shoqen këm pas pej, që mund të dhe krejt. E, tha shkau, më tha, dil jashtë. Dole për jashtë a policia, një femën, 2 policë, edhe kjerë ambulantës, aty mund, tha shfal një burra kuja ka dhonë, jo, tha hajde këtu. Më kanë rogë policia, më kanë shtinjë të dytë në mjetë, edhe më kanë rogë për krysh, nuk më kanë lau me dalë, nuk më kanë lëshue, atëherë më kanë, kërë ju këmë thonë, lëshënëm, liranëm, tha prit pak, për shka më kapë, thash. Tha bënë i forë, tha se djali të kam itë. Edhe këmë e të kukatë, të bëhë qysh. Atëherë shoqja tha, shka u bënë, thash prit pak, thash ti. Se nuk, aty ju më konë shumë i fort. Te kur kam thënë, shëm tash liram, du me më liru, thash se kështu. Tha nuk u dzojmë, liram, thash për të samë, thash 3 herë i kam thënë, edhe më kanë liru dhe më shku këm kapë shoqen për kraje, edhe këm ullja, këm qitë një karek. Atëherë më ka bë, thash qka u bënë, thash djalli në ka vdek, kara, nurë, kështu, kunë, thash të vëzhanë. Qka që? Edhe, Sa ka qenë i vështirë për me marrë ti vetën? sa ka qenë i vështirë atë ditë, do me thonë, atë ditë kom qenëru shumë, mirë po dikura u lodha dhe kështu që më kanë morë, më kanë qute të mjeku, Si vazhdove me... për Prizrenë më kanë qu në spital, më ka rokë në dorë doktori, më ka kontrolu, edhe tha, po më një, thash po, jam të të njoftë. Më ka kontrolu mirë dhe dikura thash do të me shku në shpise kështu. E di tha unë, tha më kanë tha të ti tha aty, tha më kanë. Rasti ma i keq që më ka ndodhur është rasti i aksidentit që kom pas me motor. Zgjedhja ma e keq është që në kom minë operacion, kom zgjedh mos me inë operacion, edhe jom largu pi spitalit. Do me thënë, masi që s'kom i operacion, më ka ndodhur shumë sa në tjera që sune kom lëviz pjesën e gojës, synit. Kom menu që nuk kam me pas sukses në operacion, edhe kom menu që zgjedhja e vetë me dal pi spitalit që bona ma mirë. Elhamdulillah njerë prej Zotit, në ka qunë kom prapë si unë kanë rrezik, edhe i kisha thënë rini që mos vëzit një shpejt. Tregon cile ka qenë zgjidhja ma e vështirë që e ke bon jetë? Rasti ma i keq që më ka ndodhur është rasti i aksidentit që kom pas me motor. Zgjedhja ma e keq është që në kom inë operacion, kom zgjedh mos me inë operacion, edhe jom largu pi spitalit. Është menim i keq, shumë mos me inë operacion, sqari që mundem me të ndodhë shumë sajnë mas i spitalit tani. Do me thënë, masi që s'kom i operacion, më ka ndodhë shumë sajnë tjera që sune kom lëviz pjesën e gojës, synit. Janë do detaje tjera që kom gabu shumë. E tash për që kom desht me imo nuk kom mujt me shku në spital përveç që privat.